A keni pas impakt? Një minut. Më thrasin në parlamentin dalë zëtë emigrantëve. Edhe ata, për respekt që kanë për mu, më ftojnë e më thojnë, po edhe në Gjermani, edhe ne biletat, në qojnë biletat me shku me ardhë, edhe kemi në 7 dit, i këtë parët e pagumë. A nuk hatë përshkaj. Pasaport diplomatike kisha, s'kisha nevoj për probleme e avudën, pasaportin diplomatike në gjep, edhe iku në Gjermani, në Hamburg. Ati më përpriqin. Në Hamburg, më shkon shëtit në Düsseldorf, në Hanover, në shumë qytete, makine distribucion, me hangër me pi, me fjet, falas, edhe një për ditëve takojnë me një trener Gjerman. Ai ishte qenë në përfaqësuesi Federatës Gjermane në FIFA. E i thonë kështu, i tregoj, më trego pak, edhe unë i tregoj ati. Tane, se ishëm të bashkë me ata emigrantët, tane këta thet janë gjana të re në botë. Servitja më mirë teknike e FIFA-s, është aja që unë e di shumë mirë, edhe kja është më mirë. Kjo, për mulla këto jë, ti e tha je shkencëtar. Ashtu është ta. Për mullë, kësë mund është me hedhë po shkencën e fizikë si. Po pse mendon se vetëm ti... Tani, a i më tha, shkru e libër, mos u mërë me Federatën Shqiptare Futbollit që nuk të qasin. Ti po me kenë në Gjermania, di që të bojnë mo. Që në Federatët pa isin më në i rogë maramense. Që duhet të shkru e libër, ma bjerë mu 5 milion futbolista ka në Gjermania, 1 euro për libër, me fitu të 5 milion euro. Edhe më tani kam fillu me shkru libër. E dhe qaj ati, edhe. Tani me qenë se l'palose me serb, unë pa i lutim këtyne, i shkej mrapa këtyne për me jamësu këtyne këta mu ba me fitu neshen, a këm tani edhe këta nuk më qasin. Atëherë, unë, a kam kry detyrën teme, a kam shku të televizionet, a kam marrë dhe të kjo, a bo publike kja, që i kanë dhënë tanë portalet e tanë medë, nuk doni, rrini. Ama, unë kam sinjalet të qarta, që këta e kanë shqitneshën. Në shqitur? Po. Pse keni informacion? Vërtetën dhe ke gja, në qovë se kë nuk e ka të shqitur, dhe dënë me fitu nëshën, këtëra, dhe da ven punë. A do të mi gjojnë, që i kushtën Silvinës, kur pushojnë futbolista që mërën Silvitin, një salë aty, unë mi të regu për 10 minuta, 15 minuta, këtë teknik, dhe ata bojnë, kur e nuk pranon me bojnë gjahë, asë, që të regu në jo? Dënë me fitu nëshën ti, pra këtë shqitur. Pa unë, në qovë se këta do të bojnë këtë gjahë, unë do t'i bëj kalzim penal në SPAK. Do i denonco? Po, do të denonco. Edhe SPAK-u duhet të binet se këtu jena, dhe sa këtë letër që ke këtu, do të jep SPAK-u të në. SPAK-u kur të marrin vesh se, këtë stërvitje, a bu ndeni nga televizionet dhe ata nuk e kanë mu, ka dyshimit besushme se është shqit. Ata e hinë jetimit ata. Do denoncosh vetëm federatën apo dhe futbolistët? Federatën. E din SPAK-u me ke hetonej. Për mu, nesha deri sot kam dyshimit besushme se ata e kanë shqit nesha. Dërsa nuk i gjënë ti, a din ti këtë formula? A din ti? Ti s'din kur shamo? Ti parametit 0. Edhe unë kam qenë mram të televizioni me të sënë në orën 10, sa? E këta i kam të regu një prej këtyne teknikave që thonë. 4 teknika ka futbolit sëllmusi jonë, i cili aj me dita i Serbis ka që i banë. 2 kur e ka në kra Serbin. 1 kur e ka mrapa, me gjytë që Roberto Carlos, me gjytë me kokë sakte dhe me kom sakte. Kjo është futbolit. Mirë pa, mua së shqetësohën fare, jam sot që rritë me ty, dhe të respektojt fatmëri shumë, për këtë mundësi që më dhe të bisedoj me ty si shqiptarë, si vëllezër bashkë,
A kupton? Unë jam i qetë. Kam dalë borxhit. E kam shumë punën deri tek kryetari i Federatës së Futbollit. Në televizionet më të njekuna. Cila, që mund të bëjmë më shumë se kaq? Zero. Ja kam shkru këtu, e kam shkruar. Falas. Zero profitim. Jam shqiptar. Aq më shumë kam detyrim në komitet, që unë kam qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, edhe kam bëj betim atje, edhe derisa të kem frënë këtë botë, unë jam një shqiptar i mirë dhe s'do të pushoj se rreshtëri për me e që jetën e shqiptar përpara. Nesër, në datën 4, në ora 10, është gjyq, tanë gjyqësore, ja kam hapur, në gjykatën e apelit të posaçme kundër korrupsionit edhe krimit organizuar. Sepse unë nuk pajtohem me asnjë veprim që bën Parlamenti shqiptar e çdo shqiptar kush do qoftë që jetën e shqiptarëve e shtyp me kom, a kupton? Dhe nuk e çon përpara. Unë di me të tregu pensionistave ku janë parat me e që 200.000 lek pensionin më shumë. Dhe këta nuk pranojnë. A kupton? Si me ba bugjetin e shtetit 3 herë më të madhe. Me ba një port transoceanik tek Rana Hedhën në Shëngjin. Ku bugjeti i shtetit ba 3 herë më i madh. Ku vaporët transoceanik me ardhë atje, mua ankoru në Shëngjin, sepse ato e depi 28 metra i thellë në tonë me zdhëon. Dhe vaporët transoceanik që vinë nga kanali i Suezit, për Kinjet, Indijet, Irakut, Iranit, me vinë të Rana Hedhën dhe nuk shkon me u sjell mrap me shku në Rotterdam edhe në Hamburg. Atëherë Shqipërisë rritet buxheti 3 herë më shumë, kena 3 herë më shumë rroga, kena 3 herë më shumë pensione dhe Shqipëria bëhet në vendet me standardin më të madh me standardin ekonomik më të madh në shtetin vetë në botë. Selami, a keni frikë që këtë... Jo, a keni frikë kam presion nga këto inteligjenca, po themi, e serbëve? Po, të shtëpia eme, që mund t'ju ndonë dhe kam gjë. gjetë një letër, ku më thet, po ja tregove ti. A i shkruar në Shqip? Po, Shqip. Po ja gjetë ti. Po ja tregove ti, futbollistëve shqiptarë, që ata që serbt humin, ti mendojo mirë, a do t'i jesh gjalla ja. A unë as kam prej që unë jem 83 vjeç, unë e kam marrë ciklin e jetës teme. Kush me ndonë se ta ka dërguar? Ata s'mund t'a di. E në punë me u gishtë një njeri që, se këto nuk janë pak njerës. Pa, Mund t'jenë kompani pa i bastësh? gjaj di une, është pjesë e aty në njerëzit që e konë blej neshjen. Kja e të regonë se aja blej edhe neshja. Dhe kjo është një element që do t'a marrin me spaku. Dhe kjo është element që se të e letër janë shenjat e gishtave të ati që e ka futët të letër. A i keni dorëzuar në... Jo, kam rrita. E këpëtar? Që une kam dyshimet besushme se neshja shqito. Në qëve se unë nesër, mas nesër, 3 dit, nuk më lejon Federata Shqiptare e Futbollit, këtë të regonë se janë shqit. Shqit të drejten, në nëmë pa, kur jam largu nga emisioni i Mecenes, Ilë Rakipi bashkë me Gen Bogdanës e kaj Avdan, që ishin në panel, i shkrushin njerëzit në për telefonët e tyne, dhe më thonë, Selami, ne i morëm telefon, pa nuk i hapim telefonet të të federat. Por ne do bëjmë gjithë shka që sot, do mena vesh, po me sot dhim në, a bëjmë një fanel, ku është i shkru me emri Jeni Sheheri. Këtë ta kena këtë informacion këtë gjatë, me gjithë dhe për sot, ne do të tentojmë që t'i takojmë edhe të komunikojmë me ta. Dhe të ashtin këtë orë, këtë gjatë s'ka nëllë, unë as kam në i shqetësim, unë nuk mundet me më thanë në i shqiptarë që nuk e ke kry detyrën si shqiptari mirë. Kjo më interesant më. Ka që kam dorën, ata që si kam unë dorë,